Kandidatët e Nisma Shqipëria bëhet në takim me qytetarët në Vlorë. Në 11 maj duhet të kthejmë shpresën. Kandidatët për deputet të Nisma Shqipëria bëhet, Ornela Ila, Idlir Islamaj dhe Aleksandër Runaj zhvilluan një takim me qytetarët e Vlorës për të prezantuar programin elektoral të kësaj force politike. Arsimi, familja, pensionistët, ndihma sociale, çështja e pronës, taksat, turizmi dhe politikat për zhvillimin e qarkut të Vlorës ishin në qendër të diskutimeve ku qytetarët morën pjesë aktivisht në pyetje, komente dhe opinione të drejtë për drejtë. Është e rëndësishme që Vlora dhe mbar Shqipëria të votojnë në 11 maj, u shprehën Hila, Islamaj dhe Runaj. Kemi nevojë të votojmë të lirë, të jetojmë të lirë dhe të kthejmë shpresën në këtë vend. Sipas tyre, 11 maj do të jetë dita kur do të largohen ata që kanë cënuar Shqipërinë dhe Vlorën gjatë këtyre viteve dhe do të hapet rruga për ndërtimin e një realiteti të ri, me kushte dinjitoze, qetësi dhe siguri për gjithë shqiptarët, veçanërisht për ata që janë larguar dhe dëshirojnë të kthehen pranë familjeve të tyre për të ndërtuar jetën në atë. Nisma Shqipëria bëhet ka në Vlorë të rinj dhe të reja të arsimuar brenda dhe jashtë vendit, profesionistë që kanë shkëlqyer në fushat e tyre dhe që me kulturë europiane dhe përkushtim qytetar janë kthyer për të kontribuar në të ardhmen e Shqipërisë.